Sot është një ditë e madhe për mbar popullin shqiptar. Kumandari ynë i përgjithshëm, Shoku Enver Hoxha, sot ka ditëlindjen. Ne kemi ardhur për ta festuar bashkë me ata që janë pasardhësit e tij. Rroftë kumandari. Ditëlindjen e kam mujin tjetër. Po jo tënë se ti si e për ndërkohë, po është e Shokut Enver ditëlindja. Pyet brenda herë se ka arrit si moshme. Apo ai vetëm ditëlindje kishte. Më herët sot. Unë kam qenë brëm këtu. Është në tetor sot. Kemi në ditëlindje të çon mend në gjokë? I vogël. Edhe nuk kam turp të flas Shoku Edi Rama, sepse jeni juve kryesorët edhe jemi ne pasardhësit tuaj. As ti as ata as unë. Se kush ta festoj? Po vetë se feston do taj. Kemi ditëlindje sot. Ama mos thoni tani, e di unë se dini ju tani, që keni jetuar në atë kohë. E dini tani atë ditëlindje. Mirëmëngjes, si jeni? Sot ku do ta festojmë ditëlindjen? Të komandantit më. Wow. Ky ka ndru komandant. E zeza. Nuk rritë të bëjë. Jam komunist dhe nuk duhet të bëjë zjerë. Kam një merak të madh. Në udhëheqjet e partisë kërkohen ata që kanë lënë lesht e kokës mbi teorinë e marksizmit dhe të revolucionit. Ku do ta festojmë ditëlindjen? Se kemi ditëlindje sot. Të kujt? Si, një më e rëndësishme, mos pëtë kësh brenda një mos ta dish, është... Që Shoku Enver. Si, mos më qesh më burë, se era parë që më dalën. A i s'kishte vdekje, kishte vetëm Së lindje. shera parë që të ndalova dhe është shkëpës mba në mund. Ku maj... Je men isha... bërë multifunksional prandaj. Po, mirëmëngjesi dhe punë të mbarë. Pëlqeu shumë pirueta që bëre. Pirueta baleti, ha? E di që do të mikësh, ku ta festojmë sot ditëlindje? Pëlqeu shumë kjo pjesa, Ditëlindje, ku ta festojmë? Ore, ku ta festor sot? Se mos të kërkoj dhe ty të kërcesh në event. Po më gjë, më shalë, se si jam budallau që bëj 2-3 punë. Do të kërkoj aty të kërcesh, s'do dish të hedhësh hapat. Sot do ta tuntim. Do ta djegim sot të tjera! Kemi ditëlindje sot. Të kujt? Të Fatos Nanos? Jo, Enver Hoxhës. Do ta festoj sot qeveria ditëlindjen e tij. Qeveria e feston çdo orë dhe çdo ditë me qëndrimet e saj atë ditëlindje. Jeni e vetmja që më qeshët sot. E vetmja. Edhe i thash, ka përtar zonja, thashë mbajmen do ju a kaloj. Gjithë të rivarur sot, mëse kuptoj, unë i shketi qesh e bëj as. S'ma var njëri për qeshët. E vetëm Të rivarur me ty, jo, po me skënd. kemi ditëlindje sot. Këtë ditëlindje me sot. Po ke qenë dhe ministre e mbrojtjes? Komandanti i përgjithshëm. Ditëlindjen 16 tetor. Shoku Enver që s'mori dot nga ditët tona. Pse? Nuk besoj se ka arsye. Po PS-ja vjen nga PPSH-ja. Në fakt si historik jeni pasardhës. Miratohet, partia quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Mohon njeriu gjakun e vet. Këta si janë Teresi. Mirëmëngjes. Ja, nuk ka për të rënë shi derisa të shkojmë në aty, kështu që nuk e për ta pasur justifikim në botë këtë gjë. Dhe por atë just water Po mune mod just water. Më vjen shumë keq që koha sot na bëri me shi edhe u lagët. Ku do festojmë sot? Që asot. Ditëlindje sot mos shko atje pa e marrë vesh. Vje kejta një, por se je dhe parlamentar tani është 16 tetori, si çfarë ditëlindje? Komandanti i përgjithshëm që ka vetëm lindje. Ka tjerë që e festoj. Ika se jemi më rarë të shkurtum sot. Në dha leje zysha atje, profesori në dha leje që të ikim se kemi fest, kemi ekskursion, do ta festojmë. Më thanë mua, shko para ti, tha, bëj vendin gati, duket është një piknik te nga dajti. Hajde shifem.